gjithë aftësia artistike toja është një talent I lindur, por kjo do të vlejë edhe për shumë artist dhe për ata që do të bëjnë artist në të ardhmen. Në çfarë raporti ka qëndruar tek Sherifi talenti dhe puna? Kjo është një pyetje që gjithmonë merr përgjigje të caktuar nga shumë analistë, po ti ke të drejtë që kështu pa punë nuk mund të arrish një nivel. Unë përsëri këtë pyetje I përgjigjem me ambientin e librazhit. Në shtëpitë kulturës ne kishim një piano. Kisha 3-4 harmonika, prodhimi kines shumë cilësore. Dhe që të bëhesh një këngëtar nuk do të thotë të kesh vetëm zë. Megjithëse një specialist math italian e pyetën për një këngëtar e tha duhet të ketë 3 parametra, z. Apo. Por unë nga eksperjenca them kështu, që ti jesh një këngëtar, duhet të jesh I shkolluar, duhet të dish të flasësh edhe për pikturën. Që ti jesh një këngëtar, duhet të njohësh edhe letërsinë. Që ti jesh një këngëtar, duhet të njohësh edhe futbollin. Kupton? Që ti jesh një këngëtar, duhet të njohësh edhe historinë, edhe literaturën botërore. Pra të kesh një kulturë. Edhe duke u shmangur asaj shprehjes famshme që a doni më për Belulin, kur bënin festivalin, të gjithë festivalit që ka marrë pjesë, unë me orkestrën bënja vetëm një provë. Pse? Se isha muzikant. Ajo që vinte si amator, që kishte një zë, edhe që dikush të tjerë ja mësonin këngën, ai duhet bënte 10 prova. Kjo vinte me një punë të jashtëzakonshme. Ndërsa shokët e mi në Librazh shkonin në kafene, mua më gjenjë në shtëpi kulturë, duke era pianës, duke era harmonikës, duke bërë vokalica, duke zbërthyer këngën. Kënga e nenës që ka fituar çmim të parë, unë e kam ditur 2 muaj përpara. Dhe në Librazh gjithë miqtë e mi, gjithë punonjësit në shtëpitë kulturë dinin këngën e nenës. Dhe kur u bë festivali, Librazhi e dinte këngën e nenës. Të gjithë. Pra, puna është gjë e madhe. Unë këtu me këtë pyetje do të kujtoj një ngjarje që e kam përjetuar vetë. Të marrësh vesh se ç'është këngëtari. Është shumë një mesazh shumë I bukur. Kam qenë në Itali, në ambasadën tonë në Itali, në rolin e atasheut kulturor, dhe më kishin ftuar me një pjesë në një edicion ne e quajmë në Shqipëri ethet e premtes mbrema. Pa ata thoshin vetëm këngëtar të ri. E organizonte Fiati. Ç'është Fiati e dim gjithë. Kishte sponsorizuar mbi një 20 këngëtar, për një vit të tërë kishin bërë shkollë me pedagogët e tyre, edhe ishte një zhuri që do t'i dëgjonte këta për të dhënë idenë a bën këngëtar as bën këngëtar. Mbasi mbaroi ekspozimi I tyre, pyetën të gjithë anëtarët e zhurisë dhe më në fund I erdhi radha një këngëtari dhe kompozitori të vjetër të Italisë. Shko sa bukur tha ai. Tha a bën as bën këta këngëtar? Qeshi dhe e di ç'është këngëtari tha. Marrim tha një galeri. Bakria, Piritja, Qybyri. Udhëtojmë brenda në galerinë e Minierës. Hapim dheun këtej, hapim dheun këtej, hapim këtej, më në fund na del një shkemp I madh. E spastrojmë shkembin tha dhe aty poshta gjejmë një gur diamanti të vogël. Ky është këngëtari. Ky është I krijuar nga Zoti tha, është privilegj I Zotit. Po ky këngëtar tha tash, që të bëhet I suksesshëm, duhet të bjerë tek ustaj. Diamanti ta latoj, ta zbukuroj, ta pres në format që duhet, që t'ja vejë një zonjushe, në qafë, edhe këngëtari duhet të shkojë në një shkollë, duhet të kulturohet, apo jo, duhet të marrë gjithë ato parametrat e duhura që të bëhet një këngëtar me vlerë. Është dhuntia e Zotit mbi e ndërtuar pastaj mbi punën e jashtëzakonshme që duhet. Zoti Sherif, në praktikën e punës të atëhershme të organeve diktaturës, ishte një planifikim pune, por edhe ata persona që ishin kundra atij regjimi, ishin disa lloj, po 2 ishin kategoria që unë do të cilësonja, kishte persona që e prisin arrestimin, dhe kishte edhe persona që nuk e prisin arrestimin, pasi kjo kategori hynte në atë rastet kur bëheshin skenime. Në cilën kategori e fusin vetën? Të siguroj gëni që unë jam kategoria që nuk e kam pritur kur arrestim. Unë isha një I përgdhelur I shtetit në atë kohë, një këngëtar me shumë sukses. Në Librazh, të thash, si thoshte e Kuranisaj, kam ekur Nikelin, kam dhe Sherif Merdanin. Sepse vetëm në Librazh vinin makinat e Durrësit, makina vetura nga Korça, vinte vetura e Tiranës, nga Shkodra që merrte Sherif Merdanin.
për koncertet e ndryshme. Edhe urdhrin për ta lëvizur sherifin nga librazhi, për të vajtur në rrethet e tjera, e kishte të drejtën, e kishte vetëm e Kurani saj, sekretari i parë. Vetëm, pra ishte njeri shumë i mbrojtër. Mirë po festivali 11 kaloi tash në gjykimet e njerëzve shumë të mëdhenj. Kaloi ke Veroxha, kaloi ke njerëzit që bënin ligjin në Shqipëri. Të siguroj që ai festival deshte viktim, që të motivonte atë kritik të madhe që i bërjen Veroxha. Groposi me instrumentist, me kompozitor, me tërë. Atëherë një viktim shumë e përshtatshme për të, që do të bënte të kompozitor të dridheshin, duheshe një emër i njohur, një Vaçezel s'u ta fuste në burg. Apo ja. Atëherë gjeti një njeri dobët, njeri që vinte nga një familje tregtare, që do të bënte, kishte shumë influencë në burgimet, do të tremte shumë shtresa, më fal. Edhe gjeti Sherif Merdan. Kështu kam gjykuar me kalimin e viteve. Të tjerët i dënojmë me pak tjerë. Ke një Francesc Kradi, nuk e futi në burg, po ishte kontingjent për burg. E mori e internoi në Puk. Gjeti një Justina Lie që punonte në radio televizion, ishte emëruar aty. E mori e çoi në Shkodër, në fshatat e Shkodrës, etj. Cila ka qenë akta akuza zyrtare që juve u është komunikuar me gjyq? Këtë pyetje i dashur më ka bërë në kanale 5 të Berlusconit, kur kam qenë në Itali, më ka thirrur Maurizio Costanzo, gazetari më i madh ka Italia, edhe show i tij quhet Maurizio Costanzo Show. Ka sonë të temo? Me atë po të krahasoj se më ka bërë këtë pyetje. Më ka bërë me të vërtetë këtë pyetje. Si ka mundësi, cila ishte akuza? Se kuptohet më mirë për teleshikuesit. Po, për teleshikuesit. Edhe unë i kam thënë, propagandë e artit borgjez, e muzikës borgjeze, e talenteve borgjeze, etj. Asnjë lloj tjetër gjë. Pastaj, ndërmjet tyre ka patur variacione, jo ke thënë kështu për këtë, jo ke thënë kështu, jo nuk më pëlqen muzika me çifteli, po më pëlqen muzika italiane, etj. Po e përpunuar, e përpiluar ka qenë tamam ajo që të thash. Propagandë, ndaj kulturës italiane, artit italian, këngës italiane, këngës, muzikës, artin në përgjithësi perëndimore. Kjo ka qenë. Dhe mandej sa dënohesh? 10 vjet. Maksimalen, agitacione e propagandë, 10 vjet. Në bazë 10 vjetëve? Në bazë 3 vjetëve, unë punoja në Spaç një minator shëmbëllor, me një fizik jashtëzakonisht të fortë, dhe shokët e Rëshenit, një ditë për ditësh me ato format nga më të sofistikuarat, erdhen më thirrën në një rroba qepsi që kishte kampi aty, duke më lavdëruar si këngëtare, si familje, ti je njeriu jon, dhe propozuan që Sherif Merdani të bashkëpunonte me ta. Sepse aty mblidheshin shumë njerëz që kërkonin kuriozitet nga festivali, atë dhe i besonin shumë Sherifit. Sherif Merdani nuk mund të turpronte familjen e madhe të Merdanve, që për fat të mirë dhe ti e ke njohur në Korçë, dhe ke njohur dhe vlerat e tyre, dhe unë të falenderoj sepse në shumë ambiente ti flet me superlativa për atë familje, të falenderoj shumë. Unë nuk mund të turpronja, edhe ju kam thënë tekstualisht kështu. Ju nuk më keni thirrur, unë nuk ju njoh, unë nuk ju kam thënë asgjë, vetëm kaq po e them, unë kam shumë zë, mund të bërtas që ta dëgjoj jo Shqipëria, po ta dëgjoj gjithë Evropa, që unë nuk e bëj dot këtë. Dhe mbas një muaj që ndodhi kjo ngjarje, që nuk pranova, më kanë arrestuar, më kanë dënuar 10 vjet tjera, Bashkim Nenesh e kishte kushtetuta atëre 15 vjet dhe më kanë transferuar në burg të Burelit. Më kanë bërë një nga gjërat më të mrekullueshme. Pse? Në kampin e Spaçit do isha asimiluar krejt. Puna do më kishe shkatruar fizikisht. Bureli më njojti me njerëz të mëdhenj, me Pjetër Arbnorin, me Spartak Ngjelën, me Daud Gumenin, me personazhe të tjerë, të cilit ishin shumë më lartë se unë si intelektual, ndejta me ta, jetova me ta, përfitova me ta, krijova në vetvete koncepte nga më të domosdoshme për jetën, konceptin për shoqërinë, konceptin për familjen, konceptin për dashurinë, konceptin për humorin, konceptin për artin, për letërsinë e tjera, dhe dola nga i Borel shumë i përgatitur. Kam rastin t'i falenderoj këta njerëz që përmenda për jo ndihmën, po për fatin e madh që jetuan me mua, kaluan burgun me mua dhe me edukuan me vërtet. Kur hyt në burg, dihet burgu është i keq. Po për çfarë
ju ka u keq më shumë? Thënë drejtën, keq më Shumë, shumë. po, për një as të dy për shembull. Njerëzit i vjen keq për vetveten, i vjen keq po ikën rinia, është një asgjësim total. Po keq më merdi shumë për ndërprerjen e karrierës artistike, me të vërtetë. Unë për disa vitet e para ne nuk kemi pasur televizion në kampet tona, në Burel jo. Burel kishte vetëm një radio, një altoparlant aty. Kurse në kampin e Spacit më vonë u futet televizori. Dhe kur dëgjonja këngët e mia, të interpretuara nga Luan Zhegu, kur dëgjonja këngët e mia të interpretuara nga Kozma Dushi, e këngëtarë të tjerë, jo nostalgji, po ishte një gjë e vështirë shumë. Ishte jashtëzakonisht e vështirë. Pra ajo që më erdhi kemi vinte më ndërprej karriera. Ishte një gjë e fituar me shumë djers. Cilët kanë qenë disa nga personalitetet që janë dënuar atë kohë me të cilët keni pas kontakte dhe a mund na sjellni një kujtim? Po. Një nga personazhet që unë e kujtoj me shumë respekt dhe që e kam takuar dhe më vonë, pastaj mbas jetës së burgut, është një prift që quhet Dom Nikol Mazreku. Një personazh nga Shkodra, të rjetën e ka kaluar në internim, po me një kulturë klasike, do thosha, të jashtëzakonshme, enciklopedike. Kishte studiuar në Vatikan. Unë e kam takuar në burg të Burelit. Unë nuk mund ta konceptoja në atë kohë që ky prift është një marangos i përsosur. Që ky prift flet përkthen në 3-4 gjuhë. Që ky prift gjithë librat tonë të vjetër i merrte dhe me qulli, thoshim ne, me atë ngjitsin që bëhet me miell, edhe me pak sheqer, i bënte të reja. I kishte duart flori. Nuk mund ta konceptoja që ai prift 72 vjeçar kishte një qëndresë fizike dhe morale të jashtëzakonshme. Me të vërtetë të jashtëzakonshme. Kam mësuar italisht me Pjetër Arbënorin, kam bërë frëngjisht. Ai ishte me të vërtet njeri shumë i devotshëm, njeri që na ka përmbajtur. Me ato vrull, me ato shpërthimet tona, na kushtonin keq. Ai na edukonte në mënyrë. Një nga personazhet e tjerë që mbaj mend është edhe një prift tjetër, po që ndryshon shumë nga ky prift. Dom Simon Jubani. I pari nuk jeton me, i dyti jeton në Shkodër, ka merita të mëdha. Ato lëvizjet e para demokratike, ai është i pari që organizoi meshën, mbas kaq që ka vite është ndaluar në Shkodër, por siç kam dëgjuar më vonë, ai është përpjekur me anë e akseseve të tija që ka në Vatikan, ka dërguar jashtë shtetit, nëpërmjet ambasadës italiane, nëpërmjet ambasadës franceze, shumë studentë shqiptar për të studiuar në universitetet jashtë shtetit, me influencën e tij, Dom Simon Jubani. Po miqtë e mi në burg kanë qenë me gjitha Pjetër Arbënori. Me Pjetrin në burg Burelit kam patur fatin të jetoj gati 8-9 vjet, kemi fjetur bashkë, afër. Vendet nuk i caktonja unë, asaj i caktonte operativi, po ka rastitur që kemi ndajtur bashkë, kam përfituar shumë nga njeri, ishte njeri i madh Pjetri. Me një qëndrim të jashtëzakonshëm, me një karakter të jashtëzakonshëm, me një kulturë enciklopedike. Pjetri e ka thënë dhe në intervistat e tij, mbante shënime me një alfabet të shpikur nga ai, edhe në fletore të vogla, gjithë historikun, gjithë thënjet e burgos, gjithë ndodhitë, kushdo t'i shikonte nuk merrte vesh as fjalë. Më vonë ai i doli nga burgu, i përktheu ato dhe i botoi nëpër libra të ndryshme. Kam detur me avokat Ngjelen, Spartak Ngjelen, me vite të tëra. Është një figurë tjetër që e kam patur shumë mik, quhet Daud Gumeni. Jeton në Tiranë në pension, ai ka qenë ambasador jon në Sloveni, ka qenë punonjës i Ministrisë së Jashtme, është një poet i vërtet, ka botuar libra me poezi, është një nga personazhet që ka influencuar shumë në botën time letrare, ishte vërtet.